Atëherë, nëse keni fjalën për zotin Berisha, unë nuk e di se ekziston më një njeri në jetën politike, po dhe qytetarëve, që të mos e ketë kuptu se ajo ishte një proces politik dhe koha dhe ndryshimet e kohëve të fundit, qoftë në administratën amerikane dhe në muajt të ardhshëm, do të shifet edhe më qartë se është një lobim politik për të hequr nga jeta politike dhe për të vendosur në jetën opozitare, ashtu siç mund t'i pëlqente maggjorancës. Dhe nuk është e pamençur për të zhdukur opozitën dhe për të nejë si sultan në pushtet, por nuk është demokratike. Kështu që nuk shkon kjo që thohet. Jo, unë të është si fakt. Unë po flasë për Partinë Demokratike dhe sa për dosjen Partizani, ajo është pas një fakt dhe ti kërkosh ish pronarit që shko pak je përgjigje se do marrësh pronën tënde është. Por gjithë procesi është politik dhe antiligjor. Unë, Sokol, këto që po thamë sot, i kam thanë në një studio tjetër, pikërisht në atë periudhë, kur njerëzit ishin shumë të friksuar dhe ishin në shumë presion. Kam thënë që është një lobim politik. Nuk ishte asnjë fakt. Por eksperienca politike dhe lidhjet, shumë informacione që njeriu mëson, edhe logjika e politike, leximi pafund për marrëdhëniet në shkallë globale, dhe më thanë me qonin aty. Dhe zhvillimet e fundit po tregojnë, dhe besoj edhe më tej do kemi edhe më qartësina, po besoj se gjërat janë qartësu, që ishte një vendim, një lobim për të zhdukur opozitën.